Përshëndetje ladies, mirë se vini një herë tjetër në Villa e Eva. Në këtë video do ju tregoj se si mund të realizoni, si mund të shndërroni një buskuq nga një buskuq me frost, me shndritse, do të thënë lucido, në një buskuq mat. Thjesht na nevojitet i kuqi juaj i preferuar, që nuk do të thotë që të jetë i kuq, po të jetë ngjyra juaj e preferuar. Dhe një pudër translucida, një pluhur i bardhë, si ky këtu, ky që kam unë është i Essence, e njihni tashmë e përdor gjithmonë. Dhe një korektor, do të thënë korektor juaj. Një korektor dhe një laps i kuq për të laps i kuq për të bërë dhe ju duhet një laps i kuq për të bërë konturet e buzëve. Me majën e mprehur mirë. Tani, përpara se të aplikojmë buskuqin, unë kam mbajtur për një 10 minuta një ushqyes, një burro kakao. Dhe tani do shkoj ta heq. Eliminuar ngjyrën natyrale të buzëve të mia, do kaloj sipër me një korektor në mënyrë që buskuqi që do aplikojmë pastaj të mos ndryshojë, do të thënë por të jetë ngjyra reale e tij. Dhe thjesht e tamponoj pak me gishta. Dhe tani buzët e mia kanë ngjyrën e një të mbytur e në lumë, por tani do shkojmë t'i ngjyrosim. Si të kemi bërë konturet me lapsin, ky është efekti shumë i viteve 90. Në qoftë se dëshironi, mund të mbushni gjithë buzët me lapsin, por ndryshe mund vetëm ta sfumoni pak me gisht. Okej. Tani do marrim të kuqin ton. Unë kam një të Shiseido, është një i vjetër, nuk e di që do të prap. Dhe e vendosim direkt sipër. Siç e shikoni, ky është me të vërtet i shndritshëm, do të thënë sipas shyrë, nuk e di, reflekton dritën shumë. Dhe përpara se ta ndryshojmë, do të thënë, do shkojmë të rregullojmë zbavaturat që mund të kemi krijuar duke aplikuar edhe pse kemi vënë lapsin. Dhe do marrim një korektor edhe një furçë të vogël. Pastrojmë pak anët. Në qoftë se keni vështirësi të aplikoni direkt nga buskuqi, mund të përdorni edhe një furçë dhe që t'jeni më precize.
Tani, për të krijuar efektin mat, pra, na nevojitet një pluhur translucido, një puder translucida nga kjo e bardha që reflekton dritën, por që në këtë rast, kur bashkohet me një produkt kremoz si buskushi, do të bëhet mat. Dhe do marrim një furçë dhe pak nga pudra. Të pastër dhe do shkojmë të afër për të hequr pluhurin që mund të kemi aplikuar tepër. Dhe ky është efekti goca, pra nga nuk duhet as pak kohë, nuk është të vështirë, është fare thjesht dhe në këtë mënyrë buskuqi duron edhe shumë më tepër. Dhe nuk, si thot, nuk njollos. Vetëm për shembull këtu tek vijat, nëse prek këtu pjesën pak afër buzëve brenda, të cilën nuk kemi se si të aplikoni pudrën se do e hanit. Dhe kaq është. Është një efekt që mua më pëlqen më vërtet shumë, është pak retro, nuk di si ta them, ta shpjegoj. Më kujton shumë ato divat e viteve 50 me këto buskuqet e fortë, mat. Edhe pse ndoshta duken mat nga fotografitë më qenë se janë të vjetra, nuk jam e sigurt, por ky është efekti, domethënë, dhe arrihet me shumë pak kohë dhe me shumë pak produkte. Shpresoj t'ju pëlqejë dhe bashkë shihemi në videot e tjera.